Teksa shëritur ndjeshëm ndikimi i rrjeteve sociale tek të rinj, qytetarët e Vlorës mendojnë se ato po dëmtojnë dita ditës brezin e ri. Qytetarët thonë se impakti i rrjeteve sociale tek të rinjt ka shkuar deri aty. Sa e ulur e gjithë familja në banesë, askush nuk flet apo bën zë. Sipas tyre, tepër shqetësues është dhe përdorimi i telefonit tek fëmijët në moshat fare të vogla. Ka ndikuar shumë rrjetet sociale, po nuk janë ato vetëm, bashkëveprojnë me shumë organizma të tjera. Çfarë kanë sjellë? Në përgjithësi dëm e sjellin, se duhen shpjeguar fëmijëve të rinjve, duhet shpjeguar se përse shërben kjo që jepet në televizion. Përse shërben kjo kur ndërhyjnë në kompjuter edhe i shikon e të pëlqejnë. Çfarë të mira, çfarë të këqija ka. Po su shpjeguan këto gjëra, nuk mund të shërbejnë për edukim. Po varet, rinë më të heshtur në disa gjëra, po veprojnë keq në disa gjëra tjera, pa aktivizohen keq. Shiko, kjo është një temë e madhe që kapni juve dhe me të drejtë mirë bëni, po rrjetet sociale kanë ndryshuar aq shumë sa nuk mund ta imagjinosh. Dhe e keqja është se kjo po keq kuptohet, sidomos nga të rinj. Se dëgjoj dhe shikoj edhe aty në lagje ku banoj që zinen, ngrinden për probleme. Jo ajo, jotja kjo, imja zjen ngrinden. Kështu që është mirë, unë jam dakord në ca vende europiane që i kanë mbyllur ca rrjete sociale dhe unë jam pro kësaj nisme për të mbyllur, sepse nuk shikoj ndonjë gjë të mirë që të jetë për të mirën e këtyre, por gjithmonë vete për të keqen e këtyre. Na, si ta shpjegoj, kemi arritur, kemi kaluar në kafshë në njerëz. Po dini ka një farë kufie. Ka ndikuar. Jo për mi, keq. Po nuk hapëm do televizori, qatë shikoj. Ky brez sot sidomos në telefoni është më i keq. Unë kam vetë telefon, dhe grua telefon, Qytë janë tu me vetë me grua, janë jashtë. Dhe një pritje mesat e mija, të mi nuk dikon keq. Dhe atje kur vetë unë në Itali apo në Greqi, dhe ata telefoni kështu, e para qërojën, smuren, bëhen, nuk dëgjojnë, janë pa nërgjeshëm. Dhe tjetra, ata arrin në sa bëni skandale. Edi Rama bëri shumë mirë që blokoj, dhe vate dhe shkollë, i thonë ata ky nuk do t'i zbato ligjet. I thonë shkolla se ky nuk dëgjon. Po? Këta janë fëmijët sot. Ajo është gjëja më e keqe, po e kanë nxjerrë shteti pota si gjithë tjerë. Për mendimin tim, është mendimi im ky. Po? Po dhe me gruan flasëm, e kemi thonë që kjo u bë shumë mirë këmbë. Impakti i rrjeteve sociale dallohet qartësisht dhe në shifrat në rritje të disa fenomeneve, si krimet, rastet e dhunës, abuzimet seksuale, apo përdorimi i alkoolit dhe lëndëve narkotike tek të rinjt apo të miturit, ndërsa kronika apelon për më shumë vëmendje në edukimin e të rinjve.